Zgjidhja që ka dhënë Bashkia e Lezhës për 350 tregtarët e këtij qyteti i ka përçarë këta të fundit të cilët nuk janë të gjithë dakord për të paguar 75.000 lekë të vjetra në muaj, ashtu siç ka kërkuar Bashkia. Ata vazhdojnë të qëndrojnë sërish të ngujuar në ambientet e tregut, duke deklaruar se kjo taks është tepër e lartë, duke e krahasuar me të ardhurat që sigurojnë. Disa prej tyre thonë se janë dakord me këtë propozim të Bashkisë, çka ka sjellë dhe momente tensioni midis tregtarëve. Nuk jena dakord për arsye se ne një javë ditë nuk bëjmë sefte fare. Jam dakord për gjithçka, me atë fletë që më ka ardhje, edhe për vendin të. Jam plotësisht dakord. Unë do të mbijetoj, unë do të paguaj vendin. Unë jam shumë dakord me këtë pagesë. Përçarje nuk ka përçarje. Ka përçarje, si s'ka. Nuk kemi dakord fare, ku të batë gjithë në Shqipërinë. Pri Sarandë deri në Mërmosh, atëherë jena dakord për këtë lloj takse. Dakord, është e rënë është për ne, po jena detyruar me pagu këtë lloj takse. Kreu i Bashkisë së Lezhës, Viktor Tushaj, deklaroi se kjo është vetmja mënyrë për të zgjidhur problemin, pasi këta tregtar nuk mund të vazhdojnë më punën pa paguar taksat. Ne jemi në traktativa edhe me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, thash ngjerçi ligjor ekziston. Por kam përshtypjen se në këto kushte dhe në këtë situatë të rënduar, besoj do të ishte zgjidhja më e pranueshme për gjitha palët. Pasditën e së hënës, Bashkia e Lezhës ka shpërndar disa njoftime ku thuhet se tregtarët duhet të paguajnë 75.000 lekë të vjetra në muaj taks, duke u trajtuar si tregtar ambulant.